ku kam qenë mjekëror. Ka qenë një zotëri i nderuar, nuk po them emrin. Kishte ardhur djali vet, edhe ishte goditur me thik. Kam bërë tamponat në pjesën e venave femorale, derisa erdhi mjeku angiolog, mendoni me presion 1 orë të mbash që mos ketë hemorragji, dhe nuk kishin kohë për ta hapur se mund të humbiste jetën, ashtu siç ishte. Pra, pothuajse i pashveshur, grisur rrobat, bën fushën kirurgjikale, mjeku angiolog me shumë mjeshtri arriti të gjente vendin e dëmtimit, ta përpunonte atë, anestezia nga ana tjetër jepte qesi gjak pafund. Dolëm shumë të kënaqur dhe i themi tjatit që e fituam, na thrasin me njerë që ka hemorragji. Rikthehet përsëri stafi, aty buronte nga gjitha anë, pacienti kishte bërë një komplikacion që nifet si kit, pra ku gjithçka, faktorët e koagulimit janë harxhuar të gjitha, nuk ka më se si të mbikse gjaku dhe ti buronë me gjitha ardhë. Dhe pacientën fatkeqësisht e humbën, dhe dole pastaj i thamë tjatit, më thonë, për atë që kishte ndodhur, nuk e harroj atë skenë, ka qenë nga skenat më tragjike,